është fjala e krijuesit absolut. E kush mund ta luftoj fjalën e tij? Po mendon njeriu se duke e djegur Kur'anin do ja ul famën atij, do e shkatrojë atë. E në fund, neve përsëri që kemi terroristët, e neve që kemi ato që ka provokojnë. A keni dëgjuar, a keni parë një musliman që ka po e dik Biblën? A keni parë një musliman që ka po dik librat e shenjtë besimeve të tjera? Nuk ka diçka të tillë. I vetmi që ka luftohet me djegje publikisht dhe që ka mbrohet me shtete në emër të demokracisë është fjala e Zotit Kur'ani, libri i shenjtë. Megjithatë, ne përsëri jemi shumë të paqshëm, nga se Allahu i madhëruar kështu na obligon. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Çka i themi Zotit e pas namazit tonë? O Allah, ti je i paqëm, e do paqen, na dhuro paqen e. Na dhuro paqen e se Zoti e do paqen. Mirë po, me lajmet dhe media që ka i ka në duart e tyre, ato po mundohen të tregojnë një realitet tjetër. Por realiteti është sepse i vetmi libër që sulmohet është Kur'ani i Kerimi. Megjithatë e kanë të kotë, walau kariha al-kafirun. Sa të duan e ta urrejnë pabesimtarët, sa të duan e të mos pajtohen të tjerë. Fjala Allahut Dhul Jalal është e garantuar për të vazhduar deri në ditën e Kiametit dhe pastaj deri në përjetësi. Do të futen njerëzit në xhenetet e Zotit Dhul Jalal. E Allahu i madhëruar po ju thot atyre, lexo nga Kur'ani i Kerimi. Sikur ke lexuar në dynja, lexo nga Kur'ani i Kerimi. Pse? Sepse gradat e tua në xhenet do të jenë po aq sa ke ditur nga Kur'ani i Kerimi përmendesh. Do të filloj njeriu të lexojë sikur ka lexuar në dynja. Do të lexohet në xhenet fjala Allahu Dhul Jalal Kur'ani i Kerimi. E Zoti Xhella Xhelaluhu e ka quajtur me emrin Kur'an. Çka do të thotë tjetër emri Kur'an? Pra Allahu i madhëruar vetë te Kur'ani e ka edhe imperativin lexo. Pra përveç se që do të thotë Kur'ani diçka që lexohet në vazhdimsi, njëkohësisht do të thotë edhe urdhër lexo. Nga se dëshiron Kur'ani i Kerimi prej pasuesve të tij të jenë njerëz të lexuar. Ato që e pasojnë Kur'anin duke të njerëz të lexuar, të pajisën me kulturë të lartë, të pajisën me edukat të lartë, të kenë informacione mbi gjëra të cilat ndodhin në botë. Pra të mos jenë njerëz të cilët s'po e marrin vesh dynjan, të mos jenë njerëz sikurse nuk jetojnë në dynja. Jo, Allahu i madhëruar njëkohësisht duke e quajtur me këtë emër shpallin e tij, ai indirekt na obligon me lexim, pastaj direkt atje iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo studio me emrin e Zotit tënd që ka krijoi. Mirë po vetvëtiu duke e quajtur shpallin Kur'an, shpallja pra emri Kur'an e ka edhe kuptimin lexo, lexo o besimtar. O ti besimtari i Kur'anit lexo dhe pajisu me edukat, me kulturë, me informacion. Lexo dhe dil nga bota e errët e paditurisë dhe nis rrugën e diturisë dhe të vërtetës, sepse vetëm me lexim vjen.